As nuk e shpreh dot se sa më kënaqet shpirti kur shoh se sa shumë jemi këtu. Çdo ditë. Nesër është fundjavë. Kështu që duhet të mblidhemi të gjithë, t'i tregojmë Ramës se çfarë duam. Nesër më shumë. Nesër më shumë. Nesër më shumë. Nesër më shumë. Ani do flasë patriot. Përshëndetje, o protesta më e bukur në botë, që e ka trem këtë tu dhe qeveritarët e vetë kanë qithë do ditë pa gjuhë. Sot këtu jemi për Shqipëri. Jemi këtu për qithë të gjërat qia që po na bëhen. Një qeveri që nuk dëgjon qytetarët nuk është qeveri e popullit. Një qeveri që vjedh nuk është për popullin. Dua të drejtohem edhe atyre që nuk janë këtu mes nesh. Analist, artist, gazetar, çfarë do qofshin ato. Nëse keni pak gjak shqiptari, hajdeni këtu. Dhe nëse keni shkelën dhe një dras të kalbur, hajdeni këtu dhe mos u fundosni bashkë me ato drasa të kalbura, si do fundoset ky që është tu. Një thirrje e këtit Edi Ramës, Ministrisë Brendshme dhe Policisë Shtetit, para se të dhunoj këto që jemi këtu, let merret me ato shefa komisariatesh, përgjegjës, lagjesh, që i krin nga lekët dhe e kam bërë këtë pushtet vetëm biznes. Nuk ka polic dhe shefa zonash që mos marri lek nga ato që po dëmtojnë shoqërinë shqiptare. Nuk po të marrësh dot lek nga një person që shet drogë se flet fëmin tënd. Nuk po të marrësh dot lek nga lokalet që të bëjnë loto. Nuk po të marrësh dot lek nga prostitucioni, sepse je i marrë fund. Shqipëria e shqiptarve, vdekje tradhtarëve. Vdekje tradhtarëve. E shqiptarve. Shqipëria e shqiptarve. Shqipëria e shqiptarve. Përshëndetje diasporën mrekullueshme. Do t'ju mbrojnë në të gjitha anët, kudo që jemi në përballë. Përshëndetje diasporën e shikojeni që shqiptarët kanë qenë brez pas brezi, një komunitet dhe një patriotizëm shumë i fuqishëm. Sot përcaktoj që diaspora kudo që është në anë mbanë vëndit ose në shtetet të ndryshme të botës, ajo do të përfaqësoj që Shqipëria të jetë një Shqipëri e bukur dhe mrekullueshme dhe jo një Shqipëri e korrupsionit. Me datën 23 korrik duhet të vi diaspora këtu dhe ta përcaktoj që kjo qeveri të iki sa më parë, kjo qeveri korrupt të iki sa më parë. Ju përshëndes dhe njëkohësisht edhe këtë popull të mrekullueshëm shqiptar, të cilët e vlerësojnë patriotizmin e madh të shqiptarëve dhe njëkohësisht me mijëra kilometra bëjnë këtu për të ardhur dhe për t'i thënë Shqipërisë se Rama ik, Rama ik, Rama ik. Do të këndoj në qiko se të recitoj këtë të pashkovasës. O, moj Shqipni e mjera Shqipni, kush ka qit me kryni, ti ke pas ken një zonë një rand, që burrat e dheu të thirëshin an. A do të lëm këtë Shqipni dhe këtë nan, që të vuaj që i huaj të shkeli me kam. Jo, kur, të gjithë do të qojnë në kam dhe do të shpëtojnë këtë Shqipëri. Falenderi.
Rama Burg Berisha Burg. Rama Burg Berisha Burg. Rama Burg, shumë pa filloj fjalimin tim. Do t'ju përshëndes gjithve këtu nga zemra dhe në radhë para ta që kanë marrë pjesë për 48 ditu duke sakrifikuar gjithçka për vendin e tyre. Shumë faleminderit. Unë vi nga diaspora e Kanadas. Kemi ardhur këtu bashkë me gruan, ti bashkohemi protestës, sepse e ndjejmë detyrë patriotike në radhë parë. Sepse na qanë zemra për Shqipërinë, nuk mund të rrim qetë kur e shohim Shqipërinë të vuaj kështu nga ky kriminali këtu mbrapa meje, nga ky ballosh që nuk i bëhet vanë për Shqipërinë, si shet sopat e Shqipërisë, sopat e tokave se e ka lënë baba vet. Tani doja të thoja që diaspora në Kanada është e gjitha me ju. Dhe dua të falenderoj këtu në radhë parë zotin Nador Bakalli, nuk e dia e njihni apo jo, i cili drejton diasporën Kanada dhe është një patriot i vërtet. Në radhë të dytë dua të bëj një falenderim për zotin Osman Stafa, të cilin e kam ndjekur. Ai për mua është heroi. Ai është djali mrekullueshëm, djali që ka vuajtur, djali që e do Shqipërinë pa interes, djali që nuk bën kompromis me vendin e tij, jo si ky mbrapa meje këtu, që se ka problem kompromisin, vetëm të rinë karrike, edhe mos ta luaj bythën e karrike për interesat e tij. Prandaj njerëz, këta bëjnë lojra me numrin e protestuesve. Unë e shoh këtu me sytë e mi tani. Nuk ka AI këtu që t'i mashtroj njerëzit se sa protestues ndodhen shesh. Po sa e sa tjerë nuk mund të vinë dot këtu. Sa e sa tjerë janë me qindra mira që për arsye të ndryshme nuk mund të vinë sot këtu ose nesër, por një ditë do të vinë, ju garantoj. Prandaj ju falenderoj për qëndresën dhe fjala qëndresë do ta kemi të gjithë fiksuar këtu, sepse vetëm qëndresa do të bëj të arrim qëllimin ton final. Ti shporrim këto mbetje 36 vjeçare të gjitha, si majtas, si djathtas, dhe ti edhim nga i koshi plerave që e pami di televizorat e ke parlamenti. Prandaj, na sillim më shumë kosha plerash se ka shumë beturina. Nuk me thoni kosha si një kosha. Shumë faleminderit gjithë. Kam shumë gjëra për të thënë, por janë thënë e stërthën nga të gjithë. Vetëm do prekja një aspekt që e kam, si të fush fiksimin tim, për Akademinë e Shkencës tonë, që për mosh Akademia e Turpit, që drejtohet, e dini vetë nga kush drejtohet, nga ish komunisti, nga tip që vat loshra e loshrat e tjerë, që e përshmojnë gjuhën shqipe, gjuhën më të vjetër, që akoma flitet asaj dite, që është 8.000 vjetë e vjetër çuna. Kjo është e vërteta. Për këtë duhet dali ky të flasi për çka ka dhënë Shqipëria gjithë botës, për gjuhën tonë të lashtë, për heroin tonë Skënderbeu. Por të shqetësojnë gjëra tjera, të shqetësojnë si ti bëj oligarkët, si ti pasuroj ata dhe si të rri vetë në karrike. Ajo karrike ka për të ngrënë kokën, këtë asje vend dyshim fare. Një ditë, ai do ikim me turp, edhe nuk do gjej vrim për të futen. Kjo është e sigurt djema. Edhe njëri falenderoj se nuk du të marrë shumë kohë, se ka shumë njerëz tjerë për të folur. Faleminderit, ju për ulëm, sepse jeni heroj të vërtet. Edhe ne do rrim tu për një kohë pa përcaktuar, ju bashkojmë juve çdo ditë, sepse është detyrë çdo patrioti. Atdheu nuk shitet, atdheu nuk bëhet kompromis kur, sepse të kap turpi për tërë jetën, edhe ke të shkruar më këtu mball. Faleminderit, shumë faleminderit gjithëve, faleminderit.